personazhet e tu. Cilat janë gratë që ti sjell në skenë në përgjithësi? Cilët janë ato, le të themi, personazhe, në këtë rast gra, të cilat rrinë në lëkurën tënde? Emërusi i përbashkët është qenie njerëzore. Pastaj një cilësi tjetër prap femra. Kësaj radhe kisha 3 role totalisht të ndryshme nga njëra tjetra, por që në brendësinë e tyre i përmbajnë të treja. Tek 5 fytyrat e heshtjes, një dram familjare për dhunën në familje, e vën nga regjizori Altin Basha, në teatrin eksperimental, ishte fondamentale e dhunës. Domethënë, dhuna përshkallzoi në formë të tillë që ti humbisje identitetin, qënësinë. Dhe ky personazh përpiqej të kujtonte që jam, ekzistoj dhe kush jam. Me detaje shumë të brishta, duke kujtuar atëherë kur kam mbyllur jetën një njeri, një fëmijë, pra ishte një fëmijë i rritur, në moshën 6 vjeç ajo humb maman. Dhe kjo humbje, kjo traumë e fëmijërisë përshkallëzohet pastaj kur ti let të gjithë të tjerë të dunojnë. Dhe kujtesa e saj emocionale më bënte shumë përshtypje kur e kemi analizuar. Pra ishte kjo grua gati në ca gjendje transit të çuditshme, në ca skuta të errta të qenies. Pastaj kisha Olivia në natës 12 të Shakespeare-it, e mrekullueshme, një dritë. E dashurova atë rol. Në fakt, kjo është vepër e vënë nga një regjizor amerikan në 2017-ën, Justin Anderson. Dhe unë e jashtëzakonshme, jam kënaqur shumë tek ajo shfaqje, edhe drejtoresha e teatrit Metropol Armela Dema i vendosi ta rikthente dhe e prita me shumë dashuri atë rikthim të Olivias. Dhe Olivia erdhi sigurisht akoma më e zhvilluar, sepse ne rritemi çdo ditë dhe përmirësojmë. Është një fjalë e vjetër që më bëj të nusëroj 2 herë. Dhe unë arri. Ky është shansi që ti jepet në fakt. Po, në fakt kur përsëritet është vërtet shans. Ke dashur gjithmonë të bësh aktore që në fillim? Po, ajo ka qenë ëndra ime e parë tema aktore. Po nga e ke patur këtë ngacmim? Ndoshta prindrit kanë folur për filmin, për kineman apo? I kam pas të gjithë kundër. Të gjithë kundër, vërtet? Po, si ja dole pastaj? Ja dola, ja. Se çfarë donin ata që të bëhesh, mos më thuaj avokate, doktore. Doktoresh, po pedagoge, domethënë këtu ja kam plotësuar babin deri diku, po vërtet. Por në mënyrë absolute arti ishte gjëja jo e fundit, por nuk ekzistonte te lista. Po si ja dole t'ja mbushësh mendjen pastaj? Si ja dole, nuk e di asun kur kthehem mbrapa dhe shikoj, them wow, çfarë rrugtimi, është rrugtimi i çuditshëm. Por unë besoj që ti nëse ke një ëndër, një thirrje të brendshme, gjërat vijnë vetë. Vijnë edhe ti gjen një forcë të brendshme, të cilat i përballon në mënyrë të çuditshme, i përballon kaq organikisht sa as vetë nuk e kupton si u bëra kaq e fortë dhe si arrita ta kaloj këtë pengesë apo atë pengesë, por ja ku jam, po ja kam kaluar shumë pengesa në fakt, përveç familjes, por një fjalë e urtë thotë nëse ti thyen barrierat e para në familje, të tjerat s'janë problem. Po mirë, e mban mend momentin kur prindrit e tu mbas gjithë atyre kundërshtimeve, pastaj të erdhën të panë për herë të parë si spektator, se besoj ajo do ke qenë kthesa. Po, jo, kthesën e morën më përpara se isha shumë këmbgulse. I thash, unë dua të ndjek ëndrrën time dhe s'do të ndaloj askush. Dhe bërë edhe në kokën tënde, pra. Po, pastaj po erdha konkurova dhe i thoja, është e çuditshme me juve, nuk e kuptoj. Ku e dini ju se unë do fitoj? Po do fitove në fakt? Dhe fitova. Aty u dorëzuan. Aty u dorëzuan edhe thanë, po, babi ka qenë mbështetës i madh, mami patjetër. Mamat janë gjithmonë më mbështetëse ndaj fëmijëve, por babi, se suporti i babit është shumë i rëndësishëm në familje. Dhe babi tepër për një vajzë, pastaj gjithmonë baballarët janë të domosdoshëm. Ka marrë malli për ta. Unë nuk i kam të dy dhe të ndaj këtë. E kuptoj. Po mi atë kënaqësinë ja ke dhënë. Absolutisht, jam e lumtur, jam e mbushur plot, por her pas here më mungon se më kanë rrëmbyer fëmijën, unë nuk jam më fëmijë. Kur i ke prindrit gjallë, ti je fëmijë akoma. Ti shkon tek ata, unë nuk e harroj kurrë që më thoshte mami dhe babi, hajde se kemi bërë drekën, aty isha e vogël, kënaqesha. Pavarësisht unë jam një grua me 2 fëmijë etj, pra kam një rol tjetër në jetë, por tek prindrit i ndihesh fëmijë. E drejtë, dhe je gjithmonë e lidhur për humbja e tyre është pikërisht kjo që ti nuk ke ku t'jesh më fëmijë. Ama tani ti je një nën, është një vend.
është një vend brenda teje, sepse fryma e tyre është futur brenda me dhe unë ekzistoj për të gjeneruar